qëndrojnë. Sot më thot kjo zemra ime, dhe bjen tjetrit lumturo. Njerëzis janë të gjithë njësoj, por të gjithë janë krijesa të Zotit. Nëse je i lumtur sot, lumturo dhimbje që mbaloti, që mbaloti. Jeca ne nuk na fali gjithë shka, si të gjithë duam ta jetojmë. Faleminderit, kush diçka dha, si të tjerët jetën ta gëzojmë. Jemi të ndryshëm, por njësoj, pranda jeta është e bukur. Realiteti nuk është loj, më lexo, jo për t'u dukur. Jemi të ndryshëm, por njësoj, pranda jeta është e bukur. Realiteti nuk është një loj, më lexo, jo për t'u dukur. Si të gjithë duam të jetoj, faleminderit kush diçka dha, si të tjerët jetën të gëzoj. Jemi të ndryshëm, por njësoj, prandaj jeta është e bukur. Realiteti nuk është një loj, më lexo, jo për t'u dukur, jo për mua, bëje për veten. Bëje për veten. Mirësit kur nuk treten, kur nuk treten. Lajmëtari paqes eja ti, Lajmëtari paqes eja ti. S'jam përjashtim, jam mrekulli. S'jam përjashtim, jam mrekulli. S'jam përjashtim, jam mrekulli. S'jam përjashtim, jam mrekulli. Faleminderit. Faleminderit. Bravo. Ata janë gjithmonë, mbaj mikrofonin, ata janë gjithmonë bashk, kudo për krah njëri tjetrit, dhe pikërisht me emrin e grupit Kudo Bashk, erdhën në skenën e Albinës Got Talent për të bërë atë që ata din të bëjnë më së miri, të dhurojnë emocion. Kështu që kjo duartrokitje ishte e gjitha për ju, më së merituar, me një këngë e cila titullohet Jam mrekulli, po edhe po mos ta dini titullin e këngës, e keni ndjerë, besoj që gjitha ishte një mrekulli interpretuar në këtë sken. Bravo, çuna, Kudo Bashk. Tani ndihet që në këtë sken përpara një jurie e cila është shumë e mirë, shumë profesioniste. Hera herës edhe aq profesioniste sa duket si e sert, nuk është kollaj ti emocionosh, apo jo, Elsa? Absolutisht e vërtet, Isli. Unë dua t'ju falenderoj që jeni këtu sonte, që na emocionuat dhe që me ndjeshmërinë tuaj, me talentin tuaj, përpiqeni që t'na jepni ne mesazhe kaq të mëdha për t'na bërë ne të tjerëve njerëz më të mirë. Dhe ju sonte ja dolët më së miri
duke qenë original, duke qenë profesional, duke sjell emocion, por mbi të gjitha duke sjell mesazhe të jashtëzakonshme. Faleminderit të trevet. Për mua e kaloni këtë fazë me të gjitha notat e vlefshme. Ne jemi të paduruar për të bashkuar dhe për të gëzuar gjithë me familjen, po edhe një koment nga Adelina do e marrin patjetër, më pas edhe nga Gone nga Castro. Unë uroj që gjithmonë muzika t'jetë në jetën tuaj. Bravo. Dhe kënga flet, kënga juaj flet për jemi të ndryshëm, për jemi njësoj. Zotit faleminderit që gjithë jemi të ndryshëm. Ndryshueshmëria, diversiteti na bën këta që jemi. Uroj të jeni gjithmonë vetvetja sepse kjo ju bën shumë të jashtëzakonshëm. Urime, nga unë një po. Goni? Mund të merja të përdorja shumë nga vargjet e këngës që ishte me fjalë të gdhëndura, të gjetura, por dhe unë tek ajo që tha Adelina, edhe pse të ndryshëm, ne jemi një lloj, por në fakt ju ishit një mrekulli sot në këtë skenë. Castro? Unë mendoj që njerëzit e këqinj janë të njëjtë edhe gjithë pjesa tjetër pasaj përdon gjithë mirësin. Ju nuk keni asnjë ndryshim nga askush që është në këtë sallë dhe ata që po na shohin. Komplimentet nda. Faleminderit. Shkojmë tek sek, festojmë me familjen. Bravo. Bravo. Bravo qoftë.